Por kemi akoma punë për të bërë dhe po e bëjmë. Gaza është shumë komplekse, por kam bërë një punë të mrekullueshme Steve Witkoff dhe Jared Kushner, edhe Marco, sekretari i shtetit, dhe zëvendës presidenti J.D. Vance. Mendoj se kam ekipin më të mirë që është mbledhur ndonjëherë. Dhe kjo duket nga rezultatet. Pra sot është një nder shumë i madh që po ju mirëpres ju të gjithëve në Institutin e Paqes të Shteteve të Bashkuara për takimin inaugurues të Bordit të Paqes. Mendoj se është bordi më i rëndësishëm, sidomos në termat e fuqisë dhe prestigjit. Nuk ka pasur asgjë tjetër të ngjashme, sepse këtu janë liderët më të mëdhenj të botës. Dhe ata që nuk janë, do të jenë së shpejti, sapo bëjnë të vështirin. Por të gjithë do bashkohen. Janë disa shumë pak që ne nuk i duam, që shkaktojnë të lashe. Por ky është bordi më prestigjioz ndonjëherë. Kam parë disa borde të mrekullueshme korporatash. Janë asgjë krahasuar me këtë bord. Sepse kemi çdo kënd krerët e shtetëve, veç Gianni Infantinos, kreu i FIFA-s, që nuk është kreu i një shteti. Dhe biletat për Kupën e Botës janë shitur të gjitha, askush s'ka parë diçka si kjo. Shitjet virtualisht janë mbyllur, askush nuk ka parë diçka si kjo.